Viti 2026 ka hyrë me një sër ndryshimesh të cilat do të zbatohen duke filluar nga data e sotme 1 janar. Vendimi i qeverisë për të rritur pagën minimale në 50.000 lekë tashmë ka hyrë në fuqi dhe do të përfitojnë rreth 307.850 punonjës të punësuar në sektorin publik dhe privat. Si pjesë e paketës fiskale të miratuar dhe me buxhetin 2026, paga minimale është premtuar nga qeveria se për 9 muajt e parë të zbatimit të saj, kosto e arritur për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nuk do të paguhet nga biznesi por nga shteti. Kjo është rritja e dytë e pagës minimale në pak vite. Ndryshimi i fundit para këtij vendimi u bë në vitin 2023, kur paga minimale u rrit nga 34.000 lekë në 40.000 lekë, si pjesë e politikave për përballimin e rritjes së kostos së jetesës. Rritja e pagës minimale sipas qeverisë synon mbrojtjen e nivelit të jetesës, fuqizimin e kapitalit njerëzor dhe përmirësimin e standardit të jetesës për mira familje shqiptare. Objektivi është që paga minimale të arrijë në 60.000 lekë në vitin 2028 dhe në 70.000 lekë deri në përfundim të mandatit, në kuadër të politikave për rritjen e standardit të jetesës dhe zhvillimit ekonomik të vendit.